Ministrja e Shëndetësisë Evi Sala është ndër mikeshat familjare të Edi Ramës, të cilat ai solli nga jashtë vendit dhe u dha poste të larta në qeveri dhe administratën publike. Në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste, kur njoftoi emërimin e saj dhe më pas para drejtuesve të mjekësisë kur e pranoi zyrtarisht, kryeministri Edi Rama deklaroi se me Evi Salën, shkencëtaren e njohur në Europë dhe në botë, nis rrugtimi i standardeve shëndetësia moderne 2030. Shumë kush shprehu çudi se si një shkencëtare e fushës së mjekësisë, e cila jetonte dhe punonte jashtë Shqipërisë dhe prezantohej si emër i njohur ndërkombëtarisht, mori përsipër drejtimin e shëndetësisë shqiptare në një kohë kur gjendja e saj është alarmante në çdo aspekt. Sidomos tre ministrat pararendës, Ilir Beqa, Jogjerta Manastirliu dhe Albana Koçiu, gjatë 12 viteve pushtet të PS-s, e degraduan shëndetësinë përmes mungesës së pajisjeve dhe ilaçeve, emigrimit masiv të mjekëve dhe infermierëve, mungesës së shërbimit mjekësor në zona të tëra dhe vjedhjes së fondeve përmes tenderëve dhe koncesioneve. Ndoshta Evi Sala ka shkopin magjik për të ndryshuar këtë situatë të rëndë, por çudia qëndron në faktin se ajo la punët e saj mjekësore në Itali dhe Angli me 3 paga mujore që në total arrinin 63.000 euro, për të marrë një pagë mujore prej vetëm 2.250 eurosh neto si ministre e shëndetësisë në Shqipëri. Ministra Evi Sala paguaj 21.000 euro në muaj në Universitetin Cattolica del Sacro Cuore në Itali, 27.000 euro në muaj në kompaninë studimore mjekësore Lucida Medical në Mbretërinë e Bashkuar dhe 15.000 euro në muaj si rektore e Universitetit Privat Western Balkans University. Gjatë 6 muajve në detyri, vetmi reformim që ka ndërmarrë Evi Sala në shëndetësi ka qenë rritja e çmimeve të barnave të rimbursuara, heqja nga lista e rimbursimit e disa ilaçeve të shtrenjta për sëmundjet kronike të rënda dhe futja në këtë listë disa kompanive farmaceutike të miqve të saj. Ministria Evi Sala është përfshirë hapur në pazare korruptive me tenderet e ilaçeve dhe pajisjeve mjekësore, pikërisht me ato kompani që favorizonin edhe pararendësit e saj Ilir Beqa, Jogjerta Manastirliu dhe Albana Koçiu, madje duke rritur vlerat e fondeve limit të tenderëve. Kjo përfshirje në tenderet e shëndetësisë krijon dyshime të arsyeshme mbi motivin e vërtet se përse Edi Rama e solli Evi Salën në Shqipëri dhe emëroi ministre. Nuk është e vështirë të kuptohet pse Evi Sala la punët me 3 paga mujore që arrinin 63.000 euro në Itali dhe Angli, për të marrë 2.250 euro si ministre dhe për të përballur me gjendjen kaotike të shëndetësisë shqiptare, kur jeta profesionale e saj jashtë vendit ishte e qetë dhe e sigurt. Por miku i saj Edi Rama i ofroi edhe Evi Salës të njëjtën mundësi që u ka ofruar të tjerëve të sjellë nga jashtë Shqipërisë, mbushjen e thasëve përmes tenderëve publik. Ashtu siç solli më herët Angela Gaçin, Endri Fugun, Mirela Kumbaron, Blendi Gonxhen, Olta Xhaçkën, Piro Vëngun, Alin Ladenajn, Vlora Hysenin, Gent Cakajn, Besa Shahinin e shumë të tjerë, të cilët kanë kryer batërdi me fondet dhe pasuritë publike.